Partitë në pushtet VMRO, DPMN dhe Vlen nuk munden ende të kuptojnë BDI-n dhe LSDM-n pse nuk e mbështetën ligjin për kundërvajtje, përmes së cilës do të vendoset në funksion sistemi Safe City. Nga VMRO thonë se LSDM dhe BDI ende nuk munden të shkëputen nga njëri tjetri që nga koha kur qeverisnin me shtetin e kur interes të përbashkët kishin ndarjen e tenderave kriminal. E tani, Ali e Venko treguan se nuk u bëhet vonë fare për qytetarët dhe nevojave të tyre, e të premton bashkë deputetët e tyre votuan kundër ndryshimeve të ligjit për kundërvajtje me të cilën përmbyllen normat ligjore të nevojshme për fillimin zyrtar të sistemit qyteti i sigurt. Paramendoni, deputetët e tyre ishin kundër një sistemi që garanton siguri për qytetarët në komunikacion. Sistem i cili ka për qëllim të ul aksidentet në komunikacion e që në Maqedoni shpesh janë me pasoja fatale. Të njëjtën e theksojnë edhe nga Vlen, pohojnë se refuzimi i BDI-s për të mbështetur Safe City-n nuk ka të bëjë me përmbajtjen e projektit, por kanë frikë se po vendoset rend dhe ligj në shtet e me këtë ata nuk janë mësuar. Nga Vlen akuzojnë BDI-n se pavarësisht tentimeve për reforma në parti, ende funksionojnë me mendsinë e së kaluarës. Për ta, çdo vendim është pazar, çdo proces është llogari e brendshme dhe asgjë nuk udhëhiqet nga parimet apo nevoja reale e qytetarëve. Rasti Safe City e zbulon hapur krizën e thellë të brendshme në BDI. Një ditë deklarojnë se në parem janë pro, ndërsa ditën tjetër e rrëzojnë të njëjtën qëndrim. Kjo dëshmon rrëmuj politike dhe mungesë totale kontrolli. Është e qartë se Ali Ahmeti nuk e kontrollon më as grupin e tij parlamentar. Për ndryshimet në ligjin për kundërvajtje votuan 81 deputet, pos shumicës për votuan edhe Partia e Majta, si dhe deputetët e pavarur Ilir Demiri dhe Bejxhan Ilyas, kundër votuan LSDM, BDI dhe 2 aleancat me arsyetimin se ky sistem është diskriminues dhe gjobat janë tejet rigoroze.